Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, e dashur. Si je? Jemi shumë mirë. Ç'na ke bërë këto gjëra kaq të bukura sot? Sot? E kam fjalën për këtë shasha, i sheqer. Ky është sheqeri karamelizuar. Më kujtova fëmijërinë ato gjelat. Po, është e vërtet. Por është shumë e thjeshtë. Ka shumë e thjeshtë që do t'rregojmë dhe anvisave mënyrën se si bëhen, që t'ua bëjnë fëmijëve të tyre, pse jo, ose përse mos të zbukurojnë akulloren që ne do të bëjmë sot. Do bëjmë akulloren e sot? Do të bëjmë akullore, që është e vërteta, sepse erdhën ditët e ngrota avash. Akulloria hajë çdo stil në fakt, unë dua shumë, po tani gjithmonë më shumë. Është e vërtet ajo gjë që thua, sepse nuk ka. Kështu që neve akulloren sot me çfarë do ta bëjmë? Do ta bëjmë me 3 përbërës. Do të thotë me një pan, pastiqeri ose pana të ëmbël, me komposto, që mund ta bëjnë jo vetëm me komposto, por ndjesë. Jo, s'ka gjë, po e di që publiku i shikon me vëmendje dhe do të memorizojë edhe emrat. Me të drejtë. Ndërkohë që thash për punën e kompostos, mund ta bëjmë me komposto, mund ta bëjmë me banane. Do të ishte mirë banane, domethënë me 2 banane, për shembull, të pjekura mirë dhe t'i vendosim në dhe i kalojmë domethënë pastaj në blender. Akoma edhe me komposto qeshim, pra me fruta, mirë është me fruta të buta, akoma edhe me lule shtrydhe. Domethënë duke dhënë kështu aromë dhe shije të ndryshme. Por neve sot do t'i bëjmë me këtë komposton, do ta bëjmë me një qumësht panda, domethënë qumësht panda e kishim që thoshnim ne dikur. Po, dhe ishte figura e pandës. Po, prandaj, po një qumësht të kondensuar. Kjo është ideja. Dhe pra këto treja. Pana, po, dhe këto. Pastaj, unë kam përdorur këtu nga këto fistik, të cilët i kam karamelizuar. Janë të grirë ato, janë të vegjël, apo jo? I kam karamelizuar dhe i kam hedhur, domethënë i kam bërë kështu që t'i shtoj brenda. Ndërkohë që përveç se këtyre mund të shtojnë ndonjë çokoladë. Çfarë mund duhen? Por baza janë këto. Pastaj se çfarë duan të shtojnë brenda është tjetër gjë. Me këtë bazë mund të përgatisin akoma edhe një tort të ftohtë. Kështu që kemi shumë ide. Unë jam e sigurt që shumë po na ndjekin me vëmendje. Unë jam një ndër ato. Faleminderit. Ndërkohë po marrë sepse duhet të themi që sa për qumsh, domethënë panën, duhet të jetë ftohtë. Duhet të në frigorifer, patjetër. Kjo edhe për siguri dhe natyrisht dhe ju në shtëpi kështu duhet veproni, pra teksa bëni gati të gjithë përbërësit e tjerë për të gatuar, panën duhet ta nxjerrni gjithmonë të fundit nga frigoriferi. Tani, çfarë kemi ne këtu mbi tryezën tonë sot, ku i gjeni ju? I gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranzi, si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë, kështu që sot bëni një vizitë tek në Ranzi, merrni këto 3 produkte janë që Kati na ka sjellë si të domosdoshme për të bërë akulloren dhe pastaj të tjerat mund të shtoni sipas dëshirës, për t'i shtuar shije, për ta bërë me frutin tuaj të preferuar, por baza do të jetë kjo dhe puna nis me fillojmë duke përzier, domethënë panën, që me që se nxora nga frigoriferi edhe ta kthej domethënë në një trajt kremoze. Dhe më mbrapa do të hapim këtë kuti. Nëse ke mundësi të hapim dhe do të hedhim këtu brenda, domethënë hapim dhe ta hedhim. Të lajm duart. Kështu. Në formë pureje ne? Po, do ta kthejmë në pure. Edhe duhet të them anvisave që shikoni domethënë ta fshini çik të vendin këtu se nga që e kam hapur një letër tjetër pas trem të vendit. Shiko, me qënë se ishte e ftohtë, me një filloj dhe u kthie domethënë në një trajt kremoze. Pa. Dhe kemi gati, nuk do të bëjmë për momentin shumë, do të kjo është një shpëtim. Në rregull, tani, sa të po hapim të dyja njëkohësisht. Unë kam këtu qumshin, me thënë kremos. Qefi kam këto. Që do ta. Dhe ju besoj keni qef këto? Kështu të konservuara. Që mos i vendosim, do me thënë se duhet kaluar në kulles, i hedhim kështu. Po, lëngu nuk na duhet i tyra? Jo, nuk na duhet lëngu, na duhen veç se këto. Do të hedhim një masë neve. Edhe nuk thamë anvisave çfarë do të bëjmë tjetër. Po u tuam nga akulloria ku na rrëmbeu akulloria me vete. Çfarë do bëjmë tjetër ne sot? Ne do të bëjmë edhe makarona, do me thënë që një nga këto llojet e makaronave, të cilat do t'i bëjmë me fileto pule, por jo vetëm, do t'i aromatizojmë me një mix erzash që është për fileto,
Përveç se fileto pule, mund t'i bëjmë edhe ato kofshët e pulës, të cilat i hapim dhe i bëjmë si fileto. E kanë një shije më të shishme, pra kanë vitaminë C dhe filetoja ka këtë protein më tepër. Kështu që mund të përdorin anvisat ose dhe njërën ose dhe tjetrën. Ma do mundja do kesh proces pune me grirje. Kështu që unë po lexoj recetat që mos i humbasim, se në ndodhë dhe njëherë që i shtymë kohën e leximit të tyre dhe i lexojmë pak me vonesë dhe ju i doni në fillim, ne e dim këtë gjë. Çfarë do po përgatisim sot në ekran? Bëni gati të mbani shënim përbërësit ose, si që unë them gjithmonë, një foto në telefonin tuaj. Akullore me 3 përbërës. Na duan 2 filxhan pana, një konserv me pjeshka, një kuti qumësht panda, për servirje fruta të thata të karamelizuara. Tani, si fruti, ashtu edhe frutat e thata janë sipas dëshirës suaj. Përbërësit e tjerë duhet të jenë për të realizuar atë akulloren kremoze. Do të përgatisim gjithashtu makarona me pulë e pana, na duhen 2 fileto pule ose kofsha pule, të cilat mund t'i hapim, gjë që Katerina sapo na e tha. Na duhet miks erzash për mish pule, na duhet një qep, 2 thelpinj hudhra, një lug pure domatesh, 2 lug gjalp, një lug vaj, një filxhan pana, 50 gram djath kaçkavall, 300 gram makarona, krip piper dhe majdanoz. Sot kemi edhe vaktin e drekës, kemi edhe ëmbëlsirën për t'ju sjell, kështu që mund t'i merrni si alternativa të drekës suaj sot. Të dyja janë të thjeshta, makaronat janë ndër ato pjataj që shpesh na zgjidhin vaktet tona në pak minuta. Mënyra se si Katerina do ja sjelli sot, me siguri që do t'ju shijoj shumë, kështu që kur të vi momenti për të përgatitur dhe makaronat, vëmendje do ta kemi të gjithën te ty, siç e kemi te akulloria. Atëre, pasi e kemi kthyer në trajt kremoze, siç e shikoni, neve tani do të shtojmë këtu edhe qumshin panda dhe do të shtojmë edhe puren. Edhe puren e pjeshkës. I bëjmë një përzierje, është shumë e thjeshtë, dhe këtë përzierjen tani do ta vendosim në ngrirje, kaq thjesht. Dhe kjo na ktheh në një akullore? Dhe na kthehet në një akullore, ashtu siç thua Nina. Ajo duhet të qëndrojë gjatë në ngrirje apo jo? Po, patjetër. Patjetër 5-6 orë po një herë. Pra ju e shikoni, ku e shohin? Në Balkan Web? Sigurisht që do të shikojnë atje, neve do të lëmë dhe do të shikojnë më mbrapa se si mund të këthahet. Por, para se të vendosim për në frigorifer, do t'i bëjnë një përzierje tjetër. Shiko se sa, do me thënë, sa pak përbërës edhe si mbush gjithë kjo enë. Dhe me këtë është ajo që thash përveç se ta konsumojmë kështu si akullore, mundet ta konsumojmë, do me thënë, ta pregatisim edhe tort. Duke shtuar akoma copza biskota. Kjo është përzierja e fundit që të bëhet në një trajt kremoze, që mos të kristalizohet gjatë momentit të ngrirjes. Po t'jetë kështu, do me thënë, si me një ledhatim në gojë, me një shkërtim, ashtu si që janë akullore. Ja, kështu... E kemi gati. E kemi gati. Kjo ishte, do me thonë, një akullore shumë e shpejt, e thjesht dhe shumë e shishme. Po. Nëse duam të bëjmë me copëza çokolate, mund të shtojmë çokolat. Do i hedhim neve ca copëza. Do të shtojmë çokolat? Okej. Do t'i hedhim këto, me që nëse kemi këto. Okej. I bëjmë me shije të ndryshme, ose me çokolat, ose këtu kemi edhe fistik të cilët thash i kam të karamelizuar. Mund të ashtoni për shembull nëse kur bëni torta, i thërmoni. Sa lezetshëm ka dalë kështu, edhe për dekor, po edhe... I hedhin, do me thënë, kur bëjmë tort. Po dhe kështu copza brënda. Tani, se ndoshta, nuk e dija e pat. Do i tregojmë dhe më mbrapa neve. Do i tregoj pak se kemi bërë këtë sheqerin e shkrirë, të cilëve brënda Kati, gjatë kohës që sheqeri ka qenë i shkrirë, ka shtuar këto fistikët e gririmët. Ndërsa këto janë të thjeshtë, prandaj thash që nuk kujtoa fëmijëria ato gjelat që hanim. Me ato pastaj kur i bëjmë akulloren lug, i vendosim sipër kështu për dekor. I vendosim, domethënë tek ato, ja i vendosim kështu bukur për dekor. Me këtë mënyrë, ja ka të ndryshme dhe vendosim. Po neve për momentin nuk është se na qëndrojnë.
Po, sepse nuk na ka ngrirë akullorja, po kur të jetë e ngrirë, mund t'i vërdojnë. Kur të jetë e ngrirë, por që është shumë e thjeshtë për të përgatitur këto. Po. Ja kështu. Sa bukur dhe marrim format e lezetshme, njëra më bukur se tjetra. Mirë, ne tani akulloren tonë do duhet ta vendosim në ngrirje. Gjithashtu edhe ju do të bëni të njëjtën gjë nëse do ta përgatisni vetë në shtëpi. Shiheni ju alëm në dorë juve me çfarë t'ju shijoj më shumë edhe çfarë të preferoni. Dhe edhe, po. Me qënë se, dhe që ta vendosim në ngrirje, me siguri që duhet që të vendosim një membranë kuzhine, se nuk e vendosim kështu. Kështu që do t'i heqim ato? Po, do t'i vendosim në një enë tjetër, kështu. Ska që nuk na... Okej, shumë mirë. Dhe e vendosim në ngrirje. Vendosim në ngrirje dhe pastaj ne do të bëhemi gati, t'ju tregojmë edhe një herë përbërësit, që do të na duhen për të bërë recetën e dytë. Dhe kur bën kështu ambëlsira ose akullore që duan kohë të bëhen gati, kjo është pjesa më e vështirë, se ti rrit e frigoriferi dhe kontrollon her pas here. Nëse është ngrirë dhe nëse është bërë gati, por që të bëhet gati, kjo neve thamë që duhet të paktën 6 orë që të jetë gati për ta konsumuar. Atëherë, për të shpëtuar nga hapja e frigoriferit, përgatiteni në darkë dhe e keni gati të nesërmen. Mos e vërtet kjo zgjidhje. Zgjidhja më e mirë që do të jetë është kjo që tha Anila tani. E bëni në darkë, edhe në mëngjes e keni gati për ta konsumuar, sigurisht jo në mëngjes që në sabah kur themi neve, por gjatë ditës. Po e sigur që keni kaluar në gjumë orën e pritjes të ngrirjes të akullores. Çfarë do bëjmë tjetër ne sot? Do të bëjmë makarona. Kati këtu ka sjell dy variante, ja, ta kthejmë janë Lori Pulja të dyja. Apo jo, po. Varianti i spagetit janë organike. I dalloni dhe në ngjyrë besoj, ndërsa varianti tjetër i penave është këtu. Këto të elbit ne i preferojmë shumë, herë në kaluar bëm një pilaf me oriz edhe me makarona elb, ndërkohë do të kemi filetot e pulës, do të kemi këtë miksin e erëzave, që është tipike dhe për përgatitjen e mishit të pulës, për tava, supa, salca, për perime, për mish, ne do e përdorim kështu sot, ja ku e keni. Kemi qepën, kemi hudrat, kemi djathën, kemi kripën, piperin, gjalpin, vajnë ollirit. Me kohën jemi që... Në rregull, mund të ndezim sobën? Pse ta ndezim? Ne të ikim tani. Me që se të ikim, do të themi ambisat të na presin, sepse vërtet kjo lloj recete është shumë e thjeshtë, e shpejtë dhe e shijshme dhe e shëndetshme. Dua të them dhe e mirë për të gjithë familjarët, sidomos për fëmijët, atyre u pëlqen shumë kjo lloj gatimi. Dhe ne nuk do ikim me vërtet, po do t'ju presim këtu, do të shohim së bashku edhe fleshin informativ të orës 9:30 dhe kur të kthehemi do të nisim menjëherë me përgatitjen e recetës së dytë. Kështu që bëjmë pak pushim. Shumë mirë. Vim na presim dhe ju presim.